Zëvendës kryeministra Balluku, e vetme, në dallim nga sa pam pak më parë që të gjithë socialistët, grupi parlamentar, ishin bërë bashkë për të ardhur aty, zonja Balluku shihet e vetme në këto pamje, dhe jo pjesë e grupit të Partisë Socialiste, me sa duket ka një distancim të socialistëve nga zonja Balluku pas ngjarjeve të fundit, ditën e premte ajo u paraqit në SPAK, dhe me sa duket kjo gjë ka ndikuar që Partia Socialiste të distancohet prej saj edhe në këtë ceremoni për ish-kryetarin e kësaj force politike, zotin Nano. Më parë që të gjithë deputetët e Partisë Socialiste erdhën në grup, të gjithë kryebashkiakët erdhën në grup, dhe ajo që është e vetme është zonja Balluku. Shohim gjithashtu edhe kabinetin qeveritar që